Kemi në këndin e intervistës, do të flasim për aktualitet politik, por sigurisht edhe për ngjarjen e madhe të këtyre ditëve, siç është grabitja në aeroportin ndërkombëtar të Rinasit. Me mua në studio është deputetja e Partisë Socialiste Olta Xhaçka. Mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Sot ka pasur debate të ashpra në Komisionin e Sigurisë për sa i përket shqetësimit që është ngritur me të drejtë për çështjet e sigurisë kombëtare. Ka pasur debate të ashpra mes deputetëve të Partisë Demokratike, Socialiste dhe LSI-s, por duhet theksuar që PD dhe LSI kanë qenë bashkë dhe kanë kërkuar gjithashtu raportimin e Ministrit të Brendshëm Tahiri. Si e komenton? Mendoj që është e parakoshme që të bësh deklarata si ato që dëgjuam sot në Komisionin e Sigurisë, në kushtet kur nuk është policia e shtetit ajo që duhet mbaj përgjegjësinë për atë që ndodhi, pavarësisht se ajo që ndodhi është një gjë që duhet na shqetësoj maksimalisht të gjithëve, sepse është një cënim i sigurisë kombëtare dhe aq më tepër në kuadër të luftës kundër terrorizmit me ato që po shohim dita ditës të ndodhin, një ngjarje e tillë është një lajm shumë i keq për sigurinë tonë, për të gjithë ne, për ata që udhtojnë, po edhe ata që nuk udhtojnë, sepse aeroporti është një institucion shumë i rëndësishëm i cili nevojitet që të jetë nën siguri maksimale. Thënë këtë, pa hequr asnjë gjë nga rëndësia e kësaj ngjarjeje, mendoj që deklaratat janë shumë të parakoshme, aq më tepër kur hetimi ende nuk ka nxjerrë konkluzionet e veta, në kushtet kur opozita pa diskutim dihet që do të bëjë të bardhën, të zezë për të përfituar nga një situatë e tillë, por vlen të theksohet që policia e shtetit nuk është përgjegjëse sepse sipas kontratës me koncesionarin, unë e dëgjova edhe në kronikën tuaj, kontrollin e aeroportit bëhet nga ICTS-ja, e cila është kompania e kontraktuar nga koncesionari për të ofruar pjesën më të madhe të shërbimeve të sigurisë të aeroportit. Dhe unë kam këtu një dokument i cili thotë që shërbimet që ICTS-ja duhet të ofrojë, pra shërbimet e sigurisë janë kontrolli i hyrjes në pikat kyçe, janë patrullat lëvizëse në të gjithë aeroportin, është menaxhimi i qendrës të shërbimeve operacionale, është kontrolli i bagazheve, sikundër janë edhe rojet e aeroportit që janë të trajnuar në mënyrë të veçantë për të përballur të gjitha rastet e pasigurisë atje. Kështu që se ku qëndron përgjegjësia e policisë shtetit dhe e ICTS-s, pavarësisht se këtu duket mjaft qartë nga përgjegjësitë që këto institucione kanë, këtë besoj se do ta tregojnë hetimet edhe konkluzionet që ato do të nxjerrin. Megjithatë, një deklaratë të parën më njëherë pas ngjarjes nga aeroporti ndërkombëtar, pra siç njihet TIA, i cili ka vënë përgjegjësinë policisë, duke thënë që kemi njoftuar në kohë dhe policia ka qenë jashtë në momentin kur është kryer grabitja, pra ka qenë në zonë. Tani deklaratë të cilën vetë Ministri Tahiri, siç e ndoqët edhe nga kronikat e përgatitura nga Departamenti i Informacionit në Ora News, nuk ka preferuar të përgjigjet. Edhe besoj që është e kuptueshme, sepse Ministri Tahiri nuk ka pse bie në të njëjtin gabim të thënit të tjerrurit të një histori e cila është një deklaratë nga një institucion, duhet thënë, jo nga opozita, jo nga grupe apo nga interesa të vogla. Unë mendoj, nëse doni mendimin tim personal, është një deklaratë shumë e papërgjegjshme, në kushtet kur përgjegjësitë janë të ndara shumë qarta në kontratën me koncesionarin dhe madje ka dhe një klauzolë atje në kontratë që një arsye për prishjen e kontratës është cënimi i sigurisë kombëtare, cënimi i sigurisë e aeroportit, i cili është pa diskutim përgjegjësi e koncesionarit përmes ICTS-s. Policia e shtetit bashkë me autoritetin e aviacionit civil kanë bërë disa testime, sikundër e kam parë edhe në kronikat tuaja dhe në të gjitha mediat, testime të cilat kanë parë mundësinë e futjes të tritolit, kanë dështuar në fakt, kanë rezultuar të armëve të ftohta, madje ç'është më problematike, edhe kësaj pikës të hyrjes, kanë testuar pikërisht atë pikën e hyrjes nga ku portën hyrëse nga kanë hyrë grabitësit, dhe kanë bërë rekomandimet për të përforcuar pra rrethimin, perimetrin rrethues të aeroportit me më shumë kamera apo me ndoshta një nga ato tip shtyr për të rritur masat e sigurisë. Nuk e di se si ka vepruar aeroporti apo koncesionari me këto rekomandime. Dëgjova zëdhënësen që tha këto rekomandime kanë marrë përgjigjet përkatëse, po nuk i dim se cilat janë përgjigjet. Prandaj mendoj që çdo koment i parakoshëm edhe është i papërgjegjshëm në kushtet kur kemi një hetim i cili do të nxjerrë përgjegjësitë e gjithë secilit.
por që të përfitosh nga situata për t'i etiketuar apo për t'i faturuar fajin policisë shtetit në kushtet kur përgjegjësia nuk është e tyre, besoj që është shumë e padrejtë. Për të mos thënë e papërgjegjshme në këtë situatë. Megjithatë, një ngjarje e tillë ka ngritur edhe zërat brenda mazhorancës. Deputeti i LSI-s Luan Rama sot në Komisionin e Sigurisë tha që kjo është e papranueshme dhe është një ngjarje që nuk ka ndodhur as në vitin, siç e njohim, të zi 97-ën. Duke u renditur edhe kësaj here pas disa rasteve në krah të Partisë Demokratike. Si e shihni këtë deklaratë? Është një shqetësim real? Që t'i vësh emrin problemit, mua nuk më duket se rreshtohesh në krah të opozitës, në sensin të thuash që kjo është një gjë e pa precedent, e pa ndodhur përpara, është një cënim i sigurisë kombëtare, mua nuk më duket se rreshtohesh, sepse këtë e them edhe unë këtu nga studioja juaj, që është pa diskutim një situatë tronditse, të cilin e kemi përjetuar të gjithë me shok, me shqetësim. Ama edhe të duash që të ftosh ministrin në komision për të raportuar mbi përgjegjësitë e institucioneve se ku duhet kishte vepruar apo jo policia e shtetit edhe ku pastaj hyn loj ICTS-ja apo Autoriteti i Aviacionit Civil apo nuk e di gjitha këto institucione pra që garantojnë sigurinë e aeroportit, edhe kjo nuk është ndonjë herezi. Por pa diskutim, pa përgjegjshmëria qëndron, siç e thash, tek fakti që të avancosh akuza në një moment kur kemi një hetim dhe kur përgjegjësitë të paktën në këtë moment parë duken qartë se ku janë, por është prapë më e përgjegjshme që të presim konkluzionet e hetimit, atëherë, domethënë, kjo është pjesa ku unë në mendimin tim personal nuk bie dakord me përfaqësuesit e aleatit në sensin që duhet presim për hetimin. Ama të ftosh ministrin komision edhe thuash që kjo është një situatë pa precedent, nuk shoh që të jetë në një përplasje jashtëzakonshme apo në një rreshtim bashkë me opozitën. Pse një reagim kaq i vonuar i qeverisë? Në botë paktën nuk ndodh kështu. Pas një ngjarje të rëndë kemi gjithmonë një reagim të menjëhershëm të presidentit, të kryeministrit, të kreut të shtetit gjithmonë. Sepse nga që përgjegjësia nuk qëndron edhe njëherë me qeverinë apo me policinë e shtetit, është vështirë që të vësh gishtin edhe t'i faturosh fajin atyre që nuk e kanë në kushtet e një hetimi. Mendoj që është shumë e përgjegjshme që të presim përpara se të flasim për të folur pastaj me fakte dhe me të dhëna më të sakta, për të marrë sigurisht pastaj edhe masat e nevojshme për të korrigjuar situatën. Ndalemi pak në reformën në drejtësi, një tjetër pikë e cila ka përçarë palët prej muajsh dhe që duket se të paktën deri në këto momente nuk po gjen një zgjidhje apo një kompromis. Vendet e rezervuara është pika nevralgjike ku Partia Demokratike nuk lëshon, por nuk lëshon as mazhoranca. Çfarë do të ndodhë me 21 korrik? Mendoni që ka shanse për kompromis deri në atë ditë ku reforma do të hyjë pra në procedurë parlamentare? Të jem shumë e sinqert, nuk di t'i përgjigjem kësaj pyetje në sensin, nuk di të parashtroj disa se çfarë do të ndodhë realisht në 21 korrik. Por di të them që nga data 22 prill deri në 1 maj, opozita ka bojkotuar ose ka ndërprer pa rreshtur komisionin për reformën, për të anulluar mbledhje, për të zvarritur sa më shumë procesin, ndërkohë që gjithë procesi i reformës në drejtësi, që ka zgjatur për rreth 20 muaj, është bërë një punë jashtëzakonisht e lavdrueshme për të ideuar, për të ndërtuar dhe për të realizuar një nga proceset më të mira ligjbërëse që është bërë ndonjëherë në vendin tonë. Një proces i cili ka qenë shumë gjithëpërfshirës, shumë transparent dhe në standardet më të mira ndërkombëtare ka përfshirë të gjithë aktorët e sistemit të drejtësisë, ekspertët më të mirë vendas dhe ndërkombëtar, ka pasur mbështetjen e ekspertëve të Komisionit Venecias pa diskutim, ka përfshirë gjithë aktorët e botës akademike, të shoqërisë civile etj. etj. Pra ka qenë një proces i konsultuar në mënyrën më transparente dhe më të gjerë të mundshme. Sigurisht që është një proces që ka bashkëpronësinë edhe të SBA-s edhe të BE-s, si një garanci më tepër për një reformë realisht cilësore, realisht gjithëpërfshirëse, realisht të standardeve më të mira. Majoranca është treguar shumë e duruar me opozitën, është treguar e duruar me bojkotin, me bllokimin dhe me kohën e shpenzuar pafund nga opozita për debatet që nuk kanë të sosur, gjithmonë me synimin e vetëm për ta vonuar këtë proces, për ta zvarritur reformën që në fund
të mos e votoj, të mos e implementoj atë. Çfarë kemi për të humbur? Kemi shumë për të humbur nga një mos konsensus, le të themi, në 21 korrik. Kemi për të humbur atë që nuk është thjesht premtimi i Partisë Socialiste në programin e saj qeverisës, por është një detyrim ndaj qytetarëve shqiptar, të cilët në letra janë të barabartë përpara ligjit, por në dyert e gjykatës nuk rezultojnë të tillë. Kështu që sigurisht kjo është një reformë, ndërkombëtarët janë një garanci shumë e rëndësishme për të, por është një reformë që do t'i kthejë drejtsinë e munguar të gjithë qytetarëve shqiptar. Çfarë po negocojnë palët në kohën kur pikërisht nuk po gjetet konsensus për një pikë që është pra ajo e nenit të 88 Komisionit të Venecias? Tani, opozita akuzon majorancën se majoranca po do të kap sistemin e drejtësisë përmes këtij neni 88. Është një oksimoron në anglisht apo një fars, një pretekst të thuash se majoranca po do të kap sistemin e drejtësisë duke mos qenë politika ajo që emëron antarët e këtyre organeve apo institucioneve të cilat do të bëjnë radiografinë e sistemit dhe të aktorëve të sistemit. Të thuash këtë është një absurd i jashtëzakonshëm. Ndërkohë që çfarë kërkon opozita? Opozita kërkon që këto organe apo institucione apo si mund t'i quajmë të jenë të emëruara nga politika sikundër kanë qenë edhe më përpara. Sipas tyre, si garancia për të mos kapur sistemin. Në fakt, pse them që është absurd? Them që është absurd sepse e kap sistemin vetëm nëse mund ta kontrollosh apo ta emërosh politikisht. Nëse nuk emëron dhe nuk e kontrollon dot politikisht, sistemi është i pavarur apo jo. Kështu që unë mendoj që është thjesht një pretekst për të zvarritur një proces i cili do finalizohet pastaj në qëllimin e tyre, le të themi, do të finalizohet me një dështim të reformës në drejtësi, që Shqipëria pastaj do të humbë një moment shumë të rëndësishëm të mos negocimeve me BE-n për statusin e vendit kandidat, e të tjerë, duke qenë se ne e dim shumë mirë, Europa nuk do të ketë më vëmendje për Shqipërinë në kushtet kur do të ketë zgjedhje prezidenciale Franca, në kushtet kur do të ketë zgjedhje Gjermania, në kushtet kur do të ketë zgjedhje Olanda dhe të gjithë zhvillimet e tjera që po ndodhin sot, edhe mbas asaj që ndodhin në Britaninë e Madhe. Kështu që ky është një moment shumë i rëndësishëm. Nëse humbim këtë stacion, mendoj që do humbim shumë çka, përveç reformës në drejtësi. Rolin e ambasadorëve, flas këtu për atë të Bashkimit Evropian Vlautin, për edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Lu. Shumë intensiv në takime brenda politikës shqiptare, por edhe kanë qenë të kritikuar. Ju si e shikoni? Shiko, unë i kam dëgjuar gjithë argumentat, edhe ato që është një cënim i sovranitetit, një angazhim kaq i madh i tyre, edhe ato të pjesës që ndoshta duhet kishin qenë më të larguar. Unë mendoj që ne duhet të jemi shumë mirënjohës që ata janë bashkautor të një reforme e cila është bërë ashtu siç duhet, siç nuk është bërë asnjë reformë në këtë vend, pra nuk është reforma alla shqiptar që ku ne arnojmë disa aspekte të gjës, po në fakt nuk ofrojmë ato që duhet ofrojmë. Ne duhet të jemi shumë mirënjohës që ata kanë qenë kaq të angazhuar për të bërë maksimumin përmes ekspertëve të tyre, përmes të gjitha kontributeve që mund të jepnin, për të realizuar një proces kaq transparent, kaq gjithëpërfshirës dhe kaq demokratik. Sigurisht që e pa të thënë në fjalën e tij edhe ambasadori Lu, që është një situatë e jashtëzakonshme dhe nevojiten zgjidhje të pazakonta. Unë i besoj kësaj gjëje dhe mendoj që kemi vetëm për të përfituar prej tyre. Këto historitë e sovranitetit më duken, me thënë drejtën, qesharake, në kushtet kur unë gjykoj se ata janë garancia për mbarvajtjen e një procesi transparent, gjithëpërfshirës edhe të një reforme pastaj, sikundër është edhe kjo e monitorimit të vettingut e tjerë nga partnerët ndërkombëtar, si garancia për të bërë ato që duhet bëjmë dhe jo atë gjën alla shqiptar që ne e mjeshtrojmë dhe e bëjmë aq keq. Ndalemi pak tek Instituti i Kujtesës. Është një nisëm e nisur nga ju. Dhe pse lindi kjo nevojë për ngritjen e këtij Instituti të Kujtesës për luftën e dytë botërore? Është një nisëm që e kam, le të themi, inicuar unë bashkë me disa kolegë të tjerë socialistë. Ka qenë një nga premtimet që kemi bërë shpesh herë
sa herë që kemi kremtuar, le të themi, apo folur me shoqatat e veteranëve, të familjarëve dëshmorëve etj, si një mundësi për të kujtuar jo thjesht kohën edhe nostalgjikët e asaj kohe, po për të nxitur kujtesën kombëtare. Për një moment që është një moment shumë i rëndësishëm në historinë e vendit tonë, sepse lufta nacionale çlimtare është një epope, një histori e jashtëzakonshme që kanë shkruar me gjak mira djemë dhe vajza shqiptarë. Dhe pjesëmarrja e Shqipërisë në luftën e dytë botërore përbën një nga ngjarjet historike më të rëndësishme kombëtare. Dhe pa diskutim, Shqipëria u rreshtua në krahët Kombeve të Bashkuara Antifashiste dhe u trajtua si një aleat i cili luftoi në koalicionin e fitimtarëve dhe është vlerësuar prej shumë studiuesve si një vend me merit të veçantë dhe me kontribut të veçantë, jo për shkak të numrit popullsisë apo të forcave që u angazhuan në luftë, po për mesazhin që përcolli, për rreshtimin e drejtë që bëri, edhe për ato vlerat jashtëzakonshme që tregoi gjatë luftës dytë botërore, që janë ajo e parimit bashkëpunimit, e fjalës dhënë apo e besës, gjë që e rreshtoi apo e futi Shqipërinë në historinë e luftës dytë botërore si një komb nderi, sepse dihet tani më botërisht që Shqipëria nuk u dorëzoi pushtuesve nazist as edhe një hebre. Sigurisht që këto janë gjëra shumë të rëndësishme për të kujtuar, jo vetëm nga ata të cilët kanë qenë pjesëmarrës në luftë, por edhe nga brezat e rinj, edhe nga ata që mësojnë sot historinë edhe duhet ta mësojnë ashtu siç duhet me faktet e drejta etj. Zona Xhaçka, unë kuptoj sepse shoqëria jonë është disi e karakterizuar nga mungesa e kujtesës kolektive. Eksakt. Dhe nisma të tilla janë të nevojshme, por si do të funksionojnë, sa do të jetë kostoja dhe disa detaje të këtij tipi sepse po na mbaron kohë. Patjetër. Kemi parashikuar që të funksionojë përmes disa ndryshimeve ligjore që e parashikojnë institutin që të jetë ligjërisht i pavarur, buxhetor, edhe person juridik. Do të ketë një bord drejtues që do të miratohet, do të miratohet nga kuvendi, por propozimet do të vinë nga Instituti i Historisë, nga Akademia e Shkencave, nga shoqatat e lançit, e veteranëve, e familjarëve dëshmorëve etj. Sa i takon faturës financiare që do të ketë, kjo do të kemi një kërkesë të Këshillit Ministrave për të parë mundësinë e një fature financiare, por sido që tjetë, do të jetë një institucion i cili do të garantojë objektivitetin dhe paanësinë e studimeve në vlerësimin e trajtimin e ngjarjeve, të dhënave, të fakteve historike, dokumenteve që dëshmojnë për rolin dhe kontributin e Shqipërisë në luftën e dytë botërore, po veç gjithë të tjera është edhe për të bërë bashkëpunimin me institucionet përgjegjëse të arsimit, për përfshirjen në planet dhe programet mësimore të shkollave të gjitha niveleve të informacionit sakt dhe të paanshëm për kontributin e Shqipërisë në luftë, për përgatitjen e botimeve historike dhe kujtimeve të atyre që kanë qenë pjesëmarrës etj. Pra, duam të bëjmë një gjë që vendet të tjera e kanë bërë shumë përpara nesh, për të kujtuar kontributin e jashtëzakonshëm që Shqipëria ka dhënë në një udhkryq historik shumë të rëndësishëm për botën, por edhe për kontributin që Shqipëria ka dhënë për vlerat më të mira demokracisë dhe të paqes në botë.